Procedura e tenderit për ndërtimin e portit të ri tregtar në Porto Romano është anulluar pasi kompania vetme e mbetur në garë nuk paraqiti ofertë financiare. Bëhet fjalë për kompaninë Arkirodon, e cila nuk dorëzoi ofertën financiare brenda afatit të përcaktuar më 9 mars, duke bërë që procesi prokurimit të ndërpritet. Tenderi kishte një vlerë të parashikuar për rreth 400 milionë eurosh dhe synonte ndërtimin e portit të ri tregtar në Porto Romano, një projekt i rëndësishëm për infrastrukturën portuale dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Vendimi për pezullimin vjen pas kërkesës dhe insistimit të vazhdueshëm të SBA-ve. Kreu i dhomës amerikane të tregtisë në Tiranë, Grant Van Cleef, pak ditë më parë adresoi një letër publike për Edi Ramën dhe titullarë të tjerë qeveritar në lidhje me këtë tender. Van Cleef e konsideron këtë projekt si një vendim që merret një herë në 100 vjet dhe kërkoi shtyrjen e garës, pasi sipas tij projekti ekzistues i heq Shqipërisë shansin të jetë konkurruese në rajon. Ndërkohë SPA ka nisur hetimet lidhur me procedurën e tenderit për të sqaruar çdo pasaktësi apo shkelje gjatë procesit të prokurimit.